Franca 2-0 mbaroi, s'ka më histori në kuptimin e... Patjetër, Franca bën detyrën në ndeshjen e parë, e zgjidhi ndeshjen me 2 gola. Ishte një ndeshje e vështirë për të luajtur, sepse edhe lojtarët e Senegalit janë lojtarë që luajnë në kampionatin francez, e njohin mirë, po themi, edhe ekipin e Parisit, që është baza e lojtarëve, por edhe Franca si kombëtare patjetër kanë ata pothuajse luajnë ekipi parë me ekipin e dytë, kështu që ishte një ndeshje luftuar nga dyja krahët. Do të shohim vazhdimsinë e ekipeve. Franca e kryeson tashmë grupin. Senegali do të ketë ndeshjen e radhës, edhe jam kurioz nëse do të jetë po ky Senegal edhe në ndeshjen e radhës. Okej. Shkon gjatë Franca, Klajv? Shkon gjatë Franca? Besoj do jetë një nga apo e shikon deri në finale? Deri në finale nuk do të dëshiroja, se do jetë Argentina, po... Janë dy, Argentinë, Francë, prapë, përsëritjet Presoj ta historia. shikoj njërë me Brazilin. Me Brazilin? Po, Argentinë-Brazil do ishte e bukur. Do ishte me vërtet një derbi... Do presi se ko Argentina për finalin, do presi. Si? Nuk duket Argentina... Me Cilat skuadra shikon në finale? Ose 4 skuadra që ti shikon që mund t'jenë deri. Unë e them gjithmonë që matematika në futboll është 2+2 baras 5, domethënë nuk mund bësh bashkime. Atë që shoh, nuk e shoh Argentinën të frikshme, nuk e shoh atë Argentinën pretendente, pavarësisht se futbolli i njeh të gjitha. Franca më duket ekipi, domethënë si e shoh nga jashtë, e shoh në metaforë, e shoh një pikturë shumë perfekte Francën. Po flas pikturë, kam fjalën për trajnerin që ka kaq vite që drejton skuadrën dhe për organikën, që për mendimin tim është organika më e fortë. Po të shikosh sot, po ndiqa tani me vëmendje, vetëm Barcola, autori golit dytë, është zëvendësimi. Imagjinoje sa e vështirë është gjithë artillerinë e rënë ta mash aty në pankinë, dhe i vetmi që është zëvendësuar ka shnuar atë golin. E shoh Francën pretendente, për Spanjën nuk mund të them se mund të jetë dhe një lloj kurthi për parashikuesit kjo ndeshja parë. Është një ekip që me fizionominë e lojës saj gjithmonë arrin që të thyej nyjet e kundërshtarëve, e pam edhe në Europian mos gaboj, domethënë një skuadër komplet ndryshe, një Williams apo talenti madh Yamal, domethënë që ishin super form, por që tani edhe dëmtimi Yamalit e ndikon pak Spanjën, ai është ylli i momentit, duam s'duam. Kjo është ideja, këto dy skuadrat i shoh, por pastaj vjen Gjermania, Hollanda dhe të gjithë tjerë. Argentinën e shoh pak më larg se këto ekipet e tjera. Argentina shkon më larg. Ka pak çedim, domethënë kemi një Messi amerikan. Po. Nuk është Messi më europian, po të ishte Messi europian, do ishte një super. Nuk është ai ylli trashëginator, domethënë. Dhe Stoli disa për emër, pra Gusto, Dinjej Francës, Kone, Turam, Barcola,